Një burr që bleu një tank huabit kur zbuloi se kishte blerë më shumë se sa kishte pritur fillimisht. Në vitin 2017, entuziasti i tankeve Nick Mead bleu një tank rus T-5469 për 45.000 euro, me qëllimin që të restauronte dhe ta shtonte në koleksionin e tij prej 150 automjetesh ushtarake. Së bashku me mekanikun Todd Chamberlain, dyshja filmoi veten duke hapur një rezervuar nafte, në rast se kishte municione që duheshin azjestuar. Në vend të kësaj, ajo që gjetën ishin shufra ari me peshë deri në 5 kg secila, me një llogaritje të shpejtë nga Todd, që sugjeronte se sendet mund të vlenin rreth 2.5 milion euro. Sapo zbuluan se çfarë kishin gjetur, Todd i tha gazetës Sun se instinkti i tyre i parë ishte të telefononin policin. Autoritetet më pas morën arin dhe u dhan burrave një faturë. Nuk dinim çfarë të bënim, nuk mund të çosh saktësisht 5 shufra ari në cash converters pa u bërë pyetje, kështu që thirrën policin, tha ai. Ndërkohë Nick, i cili vazhdon të drejtojë Tanks a Lot, një shërbim që u lejon njerëzve të ngasin automjete të blinduara, tha se tanku rus kishte qenë pjesë e një marrëveshjeje. Kjo marrëveshje përfshinte stërvitjen e Nick në një kamion ushtarak dhe një top abot për tankun pasi e patë në një reklam në eBay. Sa i përket mënyrës se si arriti ari atje, teoria dyshës është se ai u plaçkit nga ushtarët irakian në Kuwait gjatë luftës së gjerit në vitet e 90-ta, përpara se tanku të kapej dhe të transferohej në Britaninë e Madhe. Lidhur me atë që kishin bërë të dyshuarit për grabitje, Nick sugjeroi se ata duhet të kenë hapur një vrim në një rezervuar karburanti dhe të kenë futur plaçkën e tyre atje. Edhe nëse nuk marr asnjë nga ari mbrapsht, do t'i kemë ende tanket e mia të bukura, shtoi Nick. Kjo nuk do të ishte era e fundit që Nick do të gjendej në lajme për shfrytëzimet e tij me automjetet ushtarake. Disa muaj pasi filloi lufta e Rusisë me Ukrainën, ai i dhuroi disa nga automjetet e tij Ukrainës, duke përfshirë një automjet me 6 rrota Pinsgauer Vector, 35 transportues të blinduar Spartan dhe 25 Land Rover të blinduar. Në vitin 2023, Metro raportoi se Nick pretendonte se kishte dërguar mbi 100 automjete në Ukrainë. Nick është një nga qindra individ që dhuruan ose dorëzuan automjetet në vend vitet e fundit.